E veshur kuqezi zë vendës kryeministre Belinda Balluku u paraqit në gjykatën e posaçme, ku u njoh me vijimin e masës së sigurisë, pezullim nga detyra dhe ndalimi daljes nga vendi. Ajo paraprin nga dy vartësit Gentian Gjyli dhe Erlal Delezi, të shoqëruar me polici për shkak se janë në masën arrest në shtëpi. Prej ndërtesës së drejtësisë Balluku doli pas rreth 40 minutave, ndërsa seanca u shtyr për shkak se avokatët kërkuan kohë për të njohur me materialet e dosjes. Pas rreth 2 orësh ajo u rikthye, ndërsa në seancë mësohet se ka argumentuar se gjykata nuk mund të vendosë pezullimin e saj, pasi është kompetencë e një tjetër pushteti të pavarur si parlamenti dhe qeveria. Sipas këtij argumenti, gjykata e posaçme nuk mund të veprojë mbi një të zgjedhur për ta pezulluar nga detyra. Pavarësisht kësaj, GKK konfirmoi pezullimin, duke mbështetur argumentet e SPAK se nuk kanë ndërmarrë shkarkimin, por një masë që i shërben hetimeve. Po ashtu edhe për drejtuesin e KESH dhe ARSH u vendos vijimi i masës. Pavarësisht interesit të lartë të medjes, vetë Balluku nuk pranoi të komentonte mbi zhvillimet, ndërkohë qeveria prej së premtes ka paraqitur ankim në gjykatën kushtetuese, duke kundërshtuar gjykatën e posaçme në vendimin e pezullimit të detyrës së zëvendës kryeministres, njëkohësisht dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë.